më shumë të janë pjesën e Filipineve, India, Egjipti, Turqia, vendet e Afrikës, përgjithsisht këto vende. Duke parë parasysh edhe Sotir, që ta kuptojmë, kur vjen puna tek standardi, ata vinë për të pasur një standard më të mirë ekonomik se sa në vendet e tyre, apo vinë sepse ndoshta e shohin Shqipërinë edhe një lloj argëtimi kur vjen puna edhe tek pushimi. Pa diskutim që Shqipëria është një vend i bukur dhe nëse ti shkon të punosh në një vend që edhe mund të paguhesh mirë, mund ta shohësh edhe si një mundësi për të kaluar edhe një sezon të këndshëm. Apo nuk ekziston? Po, janë të dyja bashkë. Le të themi, kjo është hasur, le të themi, është e re, është hasur, le të themi, vitin e fundit në kontaktet me shtetas të huaj dhe me punëtorë të huaj që vinë në Shqipëri. Kjo ka qenë dhe një nga arsyet e tyre, duke qenë se, le të themi, Shqipëria tashmë është e mirënjohur për publikun ndërkombëtar